Mirë se ju gjej, zonja e zotri, ju njohës të mrekullueshëm të muzikës, dhe mirë se erdhët në programin tuaj na ishte njerë muzika. Sot, një program shumë i veçantë. Po bëni pyetjen ku je, Gjergj? Shne, nuk je në studion tënde. Sepse sot është ky program ndryshe edhe për një fakt tjetër. Na ka mirëpritur një mik i vërtet, i artit dhe i muzikës mirë, Zoti Morina, i cili ka këtë hotel ekskluziv në Tiranë. Një nga hotelet më të veçantë dhe më luksoz, do thosha, përsa i përket edhe arredimit të brendshëm, të cilën her pas here do t'ja u tregoj se megjithmonë mua më ka lënë pa fjalë. Jemi në Radisson Collection, Morina Hotel, siç e njohin shumica. Dhe unë e falenderoj nga zemra mikun tim, që jo vetëm deshte t'ishte pjesë e këtij programi, por edhe të më bënte një surprizë, të më sillte një nga bashkëpunëtorët e mi më të mirë, një muzikant dok italian, Robi Tomat. Sa herë keni dëgjuar këtë emër? Kemi punuar 25 vite bashk dhe vazhdojmë të punojmë akoma. Është një nga antarët e stafit tim që organizojmë festën e këngës shqiptare, festivalin e fëmijëve. Një artist, një baterist, se kështu filloi, sot është një nga muzikantët më të njohur në atë zonë, i cili nuk është thjesht një artist i përkryer, që ka punuar me emra të mëdhenj dhe unë kam patur fatin jo vetëm të bashkëpunoj, por e ta kem një nga miqtë e mi më të mirë, por është në radhë të parë një njeri me një zemër të madhe, që ka ndihmuar shumë e shumë persona. Dhe në fillimet e mia në Itali, ky ishte një nga ata që më ndihmoi. Dhe sigurisht, mbas asaj mrekullie që dëgjuat, nuk mund të mungonte Lejthiza, mrekullia e bjeshkës, në një hotel me këto kushte, me këtë ekselencë të hotelerisë shqiptare, si mund të mungonte Lejthiza, 8 vjet tashmë, që mbështet muzikën, mbështet këtë program. Ndërkohë, ju po shikoni edhe imazhet e spas që kanë këtu, wellness center, kryeve, saunat, ato dhomat me atë kripën e nxehtë, xhakuzit. Dhe unë ju betohem, kam shumë nevojë të kaloj ndonjë ditë këtu ke miku im, sepse megjithmonë na doli dhe kjo kohë e mrekullueshme si pranverë, dhe me të mbaruar filmimet e programit, mendoj që do rikthehem sërish, po le të rim ke muzika. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë se erdhë. Duhet jetë ke ju një miku im që ka ardhur nga Triestja mbrëm në darkë. A mund ta kontrollosh? Roberto Tomat. Patjetër, vetëm një moment sa ta kontrolloj. Po, me sa po shikoj, ftuari juaj është akomoduar tek ne, është në dhomën 509. Është dhoma mirë, besoj, ja? Patjetër, është një ndër dhomat më të mira të hotelit. Nuk kam dyshim. Mund të ngjitem lart të Patjetër, takoj pak? ashensori në të majt në katin e 5. Falenderoj, Tomas. Asgjë, ju lutem.
kohë të dashur miq, po u lumtoja, po u thtoja në katet e këtij hoteli të mrekullueshëm, me pikturat shumë të veçanta, arjedimet m'lan pamend se diferenca është gjithmonë ke detajet, ne e dim dhe këtu detaje ka pafund. Dori pastaj, pasi të mbaroj xhirimet e programit, dhe dua ta shijoj. Unë do zbres edhe një herë poshtë. Isha në restorantin e këtij hoteli, më bëri shumë përshtypje. Jo vetëm arredimi i kësaj radhe, por edhe cilësia e verës që kishin këtu. Do shkoj edhe një herë se në pata kohë të vi shumë, të shikoj ato piktura të bukura dhe të flas edhe me shefin dhe disa djemë të rinj kishin që flisnin të gjithë gjuhët huaja, më bëri shumë përshtypje dhe do shihemi pas kryeveprave. Zonja e Zotrinj, si që thash më parë, jam i emocionuar tani, se jam pikërisht në dhomën ku ndodhet miku im, një nga miqtë më të mirë që unë kam. Ai është muzikanti, ekselent dhe bateristi Roberto Tomat. Ciao. Roby, Ciao a tutti. Ciao, ben Gianni. arrivato, Ciao amico mi mio. fa piacere. Mendoj që nuk ka nevojë t'ju vë përkthim poshtë, dhe që nuk isha mundësi, se filmuam para dite për në darkë, edhe koha nuk më premtonte të përktheja. Li sto dicendo che non potevo tradurre niente perché tutti gli albanesi sanno l'italiano. Ah, bene, bene. Sì. È Intanto- una forma di educazione e ospitalità proprio Sì, ma rara. rara. siamo filo italiani soprattutto per la musica e cucina. Sì, sì, assolutamente. Dhe do ta pyes konkretisht, si u ndodh shpirtërisht, si u gjend në këto hotel në Tiranën tonë. L'hotel ti è piaciuto? Ma guarda, Come ti trovi? l'hotel è così, da quello che ho visto io in giro, anche in Italia così ce ne sono rari, perché la location è lussuoso, perché il personale è gentilissimo, il ristorante, più di così, sul serio. Nuk i gjen as në Itali tha këto hotele, dhe shikoni, jemi në dhomën ku Robi është, në paradhomën. Edhe po të shikoni dhe mënyra e arredimit është kaq moderne, kaq bashkohore dhe mbi të gjitha shumë kualitative. Një falënderim të veçantë, zonja e Zotrinj, e kam për mikun tim Dulmorina, për gjithë stafin e kësaj ekselence që kemi fatin ta kemi në Shqipëri, të Radisson Collection, që na mirëpriti dhe për surprizën që nuk do t'ja haroj kur që bëri të mundur, ardhjen e mikut tim Robi Toma, këtu në Tiranë. Kishim kohë që nuk ishim parë, sepse dhe bashkëpunimin ne tashmë nuk kemi nevojë gjithmonë të shihemi, sepse teknika ka ecur shumë. I bëjmë dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu që edhe një herë ju falenderoj nga zemra për çka më dhuruat.